UÇK-ja në atë kohë e kishte anë në shtri, por nuk numëron të shumë njerëz. Emrin dhe vullnetin e kishin të madh, por njerëz e armë kishin shumë pak. Të ishe pjesë e UÇK-s do të thotë të ishe armiku i Serbisë. Dhe mund të vriteshe, ose e pakta të arrestoheshe, siç u arrestua lloji im dhe u dërgua në burgjet e tmeshme serbe, apo siç edhe u arrestua shoku im, Besnik Restelica, të cilin e mbytën gjatë torturave në ambientet e etusisë në Prishtinë. Unë tash isha kërkuar nga Serbia. Ata më ndishin për të më arrestuar, ose edhe për të më vrarë. Ndaj me u publikua një akt akuzë nga gjykata e Serbisë. Në akt akuzë ishte edhe vetë Adem Jashari, si dhe bashkëqendrtar tjerë të tij. Unë nuk mund të shndroja me tutje në shtëpinë time dhe në familjen time. Prandaj u detyrova që bashkë me dajën tim Ujk Krasniqin, me 10 tetor 1996, të largoheshin nga shtëpia. Prej asaj kohe, kryesisht shndroja me familjen Jashari dhe jo vetëm. Aty qëndroja me Atemin, Shabanin, Hamzën. Aty qëndroja edhe në fëmijët e asaj familje, me Fitimin, Besimin, Ushtrimin, Ibalën e gjithë ata fëmijët e asaj familje. Këta emra fëmijësh që sapo i përmenda, të gjithë u vranë pastaj në